Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po vazhdojmë të ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të komentuar pak rrugtimin e Ledion Liço. Tani, gjatë gjithë kohës, do me thënë deri mbrëm realisht, u tha që Ledioni dhe Sara janë të ndarë, ka një tradhti në mes, njerëzit po më habisin pak me këto komentet, do me thënë komentojnë si kur t'jenë në shtëpi të tyre. Dhe kishte thashe the me hamencime të ndryshme. Në fakt, unë kam qenë nga gazetarët të vetëm që gjithmonë kam qenë në pikpyetje të ndarjes së Ledionit dhe të Sarës, sepse kur e kuptojmë që të ndahet presidentja e një televizionit me moderatorin më të klikushëm, jo lajm, por do me thënë duhet të bëhet një super lajm që mediat shqiptare kanë atë fuqi që edhe gjykatës i futen brenda vetëm për ta marrë dosjen e ndarjes dhe ta bëjnë publike. Do me thënë po të ishte ndarë Ledioni dhe Sara. Unë mendoj që Ledioni dhe Sara ditën të përdorin një mekanizëm që në fakt është për të duar trokitur. Ato kanë arritur ta kuptojnë se si bëhen klikimet, kanë arritur ta kuptojnë se si krijohet audienca dhe punimet e Big Brother VIP Albania 5 nisën pak si vonë, do me thënë nuk ishte reklama e madhe ashtu si që bështe vite më herët, dhe kështu që Ledioni u mundua që të ruaj në një farë mënyre, në mënyrë të egër dashurinë dhe respektin që ka për Sarën, por edhe për familjen Hoxha. Tani, fillimisht Sara mbrëm u mundua që ta surprizonte Ledionin në të gjitha format, duke i bërë një surprizë gjën të tij më të çmuar nënën edhe fëmijët, që Ledioni ka treguar edhe në për të gjitha do me thënë emisione që ka patur që ka një lidhje të jashtëzakonshme me nënën e tij. Por pas përfundimit të Big Brotherit, Ledioni ka përzgjedhur që të postoj një set fotografik, ku poshtë këtij setit fotografik, do me thënë foto të shkrepura gjatë natës së mbrëmshme, Ledioni shkruan: dashuria është e duruar, dashuria është e butë, nuk ka zili, nuk mburet, nuk ngrihet me krenari, nuk ndizet, do me thënë nuk lëndon, nuk kërkon të vetën, dhe nuk ndizet shpejt në zemërim, dhe nuk mban në zemër plak të së shkuarës, nuk gëzohet me padrejtësi, por gjen dritë në të vërtet. Ajo gjithmonë mbron, gjithmonë beson, gjithmonë shpreson dhe gjithmonë qëndron. Dashuria nuk shuhet kur. Në fakt, këto ishin fjalët që Ledioni i tha në postimin e tij, dedikuar siç duket të gjithë ndjekësve dhe një sqarim në fakt për të gjithë ato që flasin për marrëdhënien e tij me Sarën. Arritëm ta kuptojmë që dashuria e tyre është në kulminacion dhe është shumë e bukur. Fëmijët e tyre janë të lumtur, të bekuar dhe të gëzuar dhe jetojnë momentin, dhe unë mendoj që Sara dhe Ledioni kanë një dashuri të pastër, nga që e ka nisur rrugtimin e tyre të dashurisë pikërisht brenda atyre mureve ku dhanë shumë jetë.